Mbi 2000 motoristë krijuan një atmosferë elektrizuese në Shijak në një festë që tejkaloi kufijtë e pasionit për motorët. Parada e motorëve që nisi nga Shijaku dhe vijoi drejt qytetit të Durrësit, lodhi pjesëmarrës nga e gjithë Europa dhe madje edhe nga Amerika e Largët, duke e kthyer ngjarjen në një spektakël ndërkombëtar. Bëhet një aktivitet motoristik, një radunë motorësh që do nisemi nga Shijaku, do shkojmë në drejtim të Durrësit, do bëjmë një paradë bukur, do kthehemi këtu prapë në Shijak edhe do bëjmë festë. E shoh që kanë ardhur nga Italia, Zvicra, Hollanda, Suedia, Kosova, Maqedonia. Ky është viti 4 radhazi që organizohet eventi Motorfest, ku për 2 vitet e fundit mikpritëse ka qenë Bashkia e Shijakut. Ato nuk janë thjesht motoristë, ato janë 2000 njerëz qytetarë që janë ambasador të shteteve të tyre, janë ambasador të qyteteve të tyre. Në një farë mënyrë promovojmë turizmin e butë të Shijakut, elitar, dhe jo vetëm Shijakut, të qarkut të Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Pas paradës spektakolare, festa vazhdoi me ritmet e një koncerti ku performuan emra të njohur të artist shqiptar. Atmosfera u pasurua edhe më tej nga performanca energjike e trupës së ansamblit rinor Shijak, që solli një ngjyrë të veçantë në qendër të qytetit.